Mirë, me njërë rikëpjam në studio dhe duhet zhvendosemi me pamje drejt për drejta në rrugët e kryeqytetit. Jo thjesht me pamje drejt për drejta për të parë gjithë çka ndodh, por dhe për të kuptuar dhe për të analizuar situatën me lëvizjen e mjeteve. Ajo është e rëndësishme, mëngjesi këtu në kryeqytet është gjithmonë i vrullshëm, edhe kur moti është i paqëndrueshëm bëhet pak më i vështirë. Në komunikim kam Eldin nga Taksi Lux Albania që na informon dhe na jep detajet në lidhje me gjithçka. Atmosfera në një farë mënyrë po e them është e zyntë sepse paka shumë moti merresh shiu, më shumë ti edhe moti i gri edhe dje ishte një dhe gjë, po edhe sot. Eldin, mirëmëngjes, përshëndes, parë të uroj ditë edhe punë të mbarë dhe çfarë situate kemi konkretisht në momentet që flasim. Po Andi, mirëmëngjes, të përshëndes, të uroj ditë të mbarë. Faleminderit. Unë kam përshkruar shumë segmente deri në këto momente, rrugën e barikadave. Kam lëvizur brenda unazës vogël, kam përshkruar segmente si rreti Zoguzi në ngjitje, duke dalë në stacionin trenit bulevardi Zogu Par, Ibrahim Rugova me radhë. Për momentin janë duket pak situatë e stabilizuar, pra nuk ka shumë problematika përveç akseve kryesore që kanë zhvillime, më shumë kombinat Pallati Meshigjeta është trafik i rënduar, ka pak probleme dalja nëpërmjet unazës madhe që i bashkon trekëndçin midis fundit autostradës që vjen nga Durrësi për Tiranë dhe vazhdimi unazës madhe. Për momentin tek Kisheshi Poenës ka trafik nga të tre anët, pra edhe kur vjen nga aksi kryesor, edhe nga zona Stirit, por edhe nga pjesa tjetër pra që lidhet me zonën me Josif Pashkun, me rrugën Josif Pashkun që i bashkon kryqëzim dhe pak probleme Lord Bajron. Rruga Elbasanit për momentin ka lëvizje me trafik Shkolla Kosova deri në rrugën Gjosh Bushi dhe tu ka prezencë trafiku. Ndërkohë që unazën po e kontrolloj më së miri, monitorim më shumë perfekt i unazës mesme, e gjithë unaza që fillon nga Ferit Gjajko për momentin nuk ka akumulim mjetesh, duke lëvizur nga Farmacia 10, kryqëzimi 5 Majit, ish restorant Durrësi, kryqëzimi dispanseris, i stacioni vjetër i trenit, kryqëzimi Jordan Mishe, pra në gjitha kryqëzimet me radhë që i jep mundësi mjeteve të lëvizin në segmentet të tjera që i afrohen akseve kryesore. Po t'i kthehemi krau Lanës, është shumë lajm i mirë për momentin, është e gjithë Lana nga Shkoza, Pallati Meshigjeta dhe Ana Sjellas, përfshirë 3 bulevarde, Jean d'Arc, Gjergj Frishta dhe bulevardi Baramcuri më i madh dhe më i gjatë në krahasim me 2 bulevardet e tjera, sepse fillon tek Pallati Meshigjeta dhe mbaron tek zona e Brylit. Të gjithë Lana qarkullon pa trafik në momente. Pra duket situata, nëse s'ka shi, andi le tjetë koha gri, po nuk krijon trafik domethënë për momentin lidhja parë, bazë lidhja do ketë më shumë lëvizje, po deri këto momente janë 6 deri 7.000 mjete, kanë akset kryesore, besoj ajo që logjika përdorim logjikën të gjithë mjetet që hyjnë tani në arkun e kohër prej 60 minutave, domethënë e bështësojnë dhe japin atmosferë tjetër lidhjes dyr. Por për momentin kemi mbi te 70% të hapësirës që ne raportojmë pa trafik. Pra përfshirë unaza mesme dhe unaza vogël, për shembull rruga Dibës ishte e kalueshme. Po çatasim pak trafik nga shkolla Xhatasim deri te Kisheshi Avlinor Semi. Kemi Suleman Pashën, zonën e Nëntkaçeve, pa probleme. Vetëm fluks trafiku dhe menaxhimi shumë i mirë në fakt është gjithmonë për vendosin një efektiv policisë rrugore tek zona e Nëntkaçeve që bën një menaxhim perfekt lëvizjes mjeteve, sidomos nga 3 drejtimet që vijnë. Kështu që janë në lidhje parë mbi hapësira është mbi 70% që qarkullohet pa trafik dhe 30% përbën këto pjesët, por lidhjen e dytë patjetër nëse do ketë rreshtë shiu si dita e djeshme që filloi shiu nga ora 12 andi deri rreth orës mund të ketë deri rreth orës 2:30 të drekës, shumë probleme dhe shumë trafik. Besoj nëse do ketë rreshtë shiu do jetë akoma më e vështirë, por për momentin jemi okay me gjithë raportimin dhe me gjithë informacionet që kemi. Mirë, faleminderit përshëndes për momentin edhe me shumë interes do të dëgjojmë sërish pas rreth një ore për rreth orës 8:30 sërish këtu në Shtypi i Ditës dhe ju. Faleminderit, përshëndes.